ekonomike. Kjo pasi pritet të prekën brendet e mëdha botërore, të cilat prodhohen në Kinë edhe pse janë kompani amerikane apo të vendeve të tjera. Për krejt këto edhe për luftën e nisur të Kinës në rrjetet sociale që përdor influencë të famshme amerikane, flasim me Bardh Zherkën, njohës i politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe Diamant Bajra, ekspert i rrjeteve sociale. Mirëmëngjes Bardh dhe Diamant, mirë se erdhët në studio. Besoj që shumë shpejt bashkohet me ne dhe ekonomistja Vjolta Nura, sepse na duhet patjetër dhe mendimi i një ekonomisti apo ekonomiste në këtë panel. Atëherë Bardh, si njohës i politikave të Shteteve të Bashkuara, çka po ndodh në SBA me tarifat e Trump, po flasim pak edhe për brendet, të cilat prodhohen në Kinë dhe shkojnë në Amerikë? Po, Gonxha, kështu njës i politikave amerikane tash mu po besoj që është një titull bukur i vështirë. Shumë, besoj edhe për ata në Amerikë është shumë i vështirë. Dhe kënd po e bisedoj këtë temë, po më tregon që ka shumë komplikime se ende s'po dihet asgjë. Problemi më i madh është ky që, domethënë, mandati i dytë i Trump, kështu kur kom nis me përcjell me më shumë vëmendje politikën amerikane, ka qenë mandati i parë i presidentit Trump. Edhe arsyeja ka qenë pikërisht presidenti Trump edhe politikani që është ai. Edhe ka dalë për atyne kornizave në politikani teknokrat pak bajat i cili nuk jep shumë, është ligjin e ka gjithçka në cilin bazohet. Edhe ajo ka qenë dyqysh një farë diçka e re për gjithë neve. Tash në mandatin e dytë të Trumpit, krejt që ka kisha dasht me po është rikëthimi që atyre politikanëve që thash bajat për shkak të vetë qësoj që ka është ndodhë momentalisht me Amerikën, po edhe me lider të tjerë të llojit të Trump populist cilët nisën vetëm prej ideologjisë tëne edhe nuk e kanë asnjë ditë përvojë në politikë e aq më pak në politikën e jashtme. Kjo që të ndodhë momentalisht, sidomos me Kinën, unë nuk pesha në asnjë mënyrë që shko me benefit vetë Amerikan. Të e marë parasysh... Kush do të dëmtohet ma tepër, Amerika apo Kina në këtë mes? Nuk do të dëmtohet... Nga kjo luftë ekonomike? Problemi është që do të dëmtohen qytetarët të klasës mesme dhe të klasës ulët. Në Amerikë, sidomos në Amerikë. Do më thonë, momentalisht çmimi një pak me vezë, do më thonë 30 vezë, është $18, që është astronomike. Nuk ka ndodhur kur ma herët në Amerikë. E mos flasim për produktet e tjera. Po shumë... Falë. Jo, pa problem. Çka dashna me cekë është që kjo që, për shembull, Wall Street-i, bursa, në gjitha herët kur ka pas krizat mëdha, ramjet të mëdhaja gjithmonë jam pasu për ngritjeve edhe më të mëdhaja. Kështu që problemi nuk ka me qenë të bizneset të mëdha, problemi nuk ka me qenë të ata cilët... Brendet, që po flasim edhe një. Edhe të brendet. Problemi ka me qenë të klasa e ulët dhe klasa e mesme amerikane, që momentalisht janë të u varfnu dita ditës më shumë e më shumë. Ne po i shohim edhe në rrjetet sociale, thonë një shoh vazhdimisht që ndoshta edhe ne që jetojmë në Evropë nuk jemi shumë të informuar me stilin e jetës që bojnë në Amerikë ose me çmimet, po me të vërtetë më ka rënë sy besoj Diamant dhe juve që ka shumë qytetarë të Amerikës që ankohen edhe me një farë mënyrë kanë filluar dhe me bëu humor pak shaka me këto çmimet astronomike. Po, megjithëse nuk duhet me injoru fuqinë që ka në këtë rast edhe Kina me manipulu edhe me informata, sepse në pjesën e komunikimit digital, Kina është një prej shteteve që dominon mas shumëti me fake newsën ose me mënyrën se si rrin me kriju opinion për çështje të caktuara. Një shembull konkret ka qenë koha kur është përfshi, ka qenë koha koronavirusit, kur edhe kanë qenë ato dyshimet që Kina është një prej vendeve prej ku nga rrjedh, është laboratori, ka pas shumë raportime të tilla, por kam rri me mujt në disa raste edhe këtë që si me thonë këtë perceptim të opinionit se në fakt është kriju prej vetë Amerikës. Pra, shteti kinez është aq i fuqishëm në krijimin e opinionit dhe mënyrës se si qaset për temave të caktuara përmes rrjeteve sociale, sepse ato e ka fuqinë më të madhe aktualisht
edhe sepse dime edhe në anën tjetër që në aspektin teknologjik është goxha më avancuar se sa vetë Amerika. Është një luftë teknologjike në këtë rast, që po i shkakton edhe ato dëmet ekonomike. Po, edhe veç për më këthy të çështja që nuk duhet ndoshta mi marrë si të mirëqena gjithë ato që po i shohim edhe atë kaosit që po i shohim që është në Amerikë për çështje të vezëve dhe për produkte tjera, sepse mund të jetë edhe një dozë e shtyrë ose e stisur nga vetë Kina për mënyrën se si do të paraqet pra vendin në këtë rast shtetin amerikan. Megjithëse na po e shohim se është një trend i ri, pra prilli dhe vendimet për taksën kanë ndikuar goxha shumë në gjitha aspektet, edhe këtu kanë ndikuar edhe në çmime të përfshi edhe në pajisje teknologjike, që sigurisht në këtë kohë kur bota është e lidhur shumë dhe ka një varësi prej saj, e sjell edhe një rend të ri dhe krijon, si më thon, disbalans mes atyre çka kemi na planifikuar në teknologji dhe çka mundemi sot me i përdor. Mirë, do t'i kthehemi pas pak edhe këtyre bisedave që po besoj do të janë informacione shumë të rëndësishme. Po përshëndesim Vjollë, se mirëmëngjes, mirë se erdhe. Ta kemi falë vones në shkurt. Dhe faleminderit që jemi ne. Që kështë do të thonë këtë është bo të lovi të naon. Nuk ka faj as Amerika as Kina. Jo ka shtë minua, a mos botë edhe për shto me pos faj ata. Do shta, barë patë diçka me shtu në atë që e pësipam me... Po mënej çmimet në Amerikë mo dihen, kjo nuk është diçka për administratës Trump, dhe në administratën Biden, çmimet kanë qenë shumë nalta. Inflacioni ka qenë shumë i nalt në Amerikë. Tash kanë kulmu me vendimet e një pasnjëshme që i ka marrë Trump, jo veç vendimet për tarifën, po edhe vendimet e tjera të cilat për në me e kam pru një frym të mosbesimit edhe të krejt vendet aleate. Momentalisht, kur jemi të folë, vendet si Australia, Kanada, Suedia, që turizmi i tëne ka qenë jashtëzakonisht të rëndësishëm për Amerikën për shkak të fuqisë blerëse që e kanë ato vende. Momentalisht ka ra për diku 25% shkurja njerëzve në Amerikë, sidomos prej Kanadës, për shkak se qasja armiqësore ndaj këtyre vendeve çka ka mri me ka mri që jo vetëm ekonomikisht, po me hup besimin te Amerika edhe si një farë lideri i këtyre vendeve në një farë lufte e cila tashmove që është këtu, e që është lufta ekonomike, sidomos me Kina. Sa që është me Kinën. Mirë, Vjollë, sa të mëdha mund të jenë këto pasoja, po flasim pra për tarifat në tregun global, veçanërisht për marketet e mëdha të Kinës. Konsideron që mund të jenë të mëdha pasojat nga tarifat e Amerikës ndaj Kinës? Realisht, patjetër që kjo nuk është një situatë shumë e kënaqshme, po në njëjtën kohë ka qenë edhe pritshme, për shkak se dihet qartë që është një farë power play ose një farë loje se kush është një farë forme më i fortë. Edhe kjo ka fillu me vite të tona, ndoshta pse nuk është vërejt rivun, është vërejt, po jo në ritme të tilla, është se dirivun ka qenë Amerika që ka qenë superfuqi ekonomike, ushtarake, botërore, gjitha fushave. Viteve të fundit mandej kemi po një ngritje të jashtëzakonshme të kapaciteteve prodhuese, sidomos në teknologji të Kinës, e që në situata të tilla me quajt kriza ose luhatje, vendet që kanë prodhim të brendshëm janë ato që janë më stabilet. Edhe mirë po, sa i përket sa ndikon të shtetet e mëdha një farë forme janë në këtë luftë që moti. Po, qysh ndikon, nështë ndikon edhe të pjesa tjetër e botës. Ndikon edhe në Evropë, ndikon edhe në Kosovë, në vendin tonë? Ato dhe dishta me dalë, pa tjetër që ndikon për shkak të situatës që ka qenë diri tash dhe situatës që ndronë. Tash është të ndru një narrativ komplet. Politika jashtme e shteteve si kur Amerika ma nuk është e fokusume në rajonin e Evropës juglindore ose Balkanit ose specifikisht Kosovës. Edhe që kjo është normal që është edhe një thirrje për neve dhe për politikën tonë të brendshme dhe të jashtme me qenë gjithmonë në koordinim, edhe me pas normal një kujdes në mënyrën se ku po rreshtohemi një farë forme. Tjetra është se ka ndikim mirë po shtetet që kanë organizim të mirë dhe dinë me shfrytzu si situatë. Kjo është edhe një mundësi për tërheqjen e investitorëve. Në kësë situatat të tilla ka shumë kompani që largohen prej vendeve ku
ka fillu kjo krizë. Në këtë rast për shembull prej Kinës, dihet se Kina ka qenë një farë forme djepi i prodhimit për gjithçka që ekziston, po thuajse. Gjithçka një euro. Gjithçka një euro. Edhe, domethënë, është një mundësi në kuptimin që nëse shfrytëzohet mirë edhe kihet kujdes, është një mundësi që mundet me shfrytëzu prej vendeve si rajoni jonë këto ose specifikisht Kosova, patjetër që operatorët ekonomik të mëdhej, pavarësisht krizave, ata kërkojnë vend tjetër ku me stacionu operacionet e tyne që është ma sigurt, ma qetë, ma lirë, ma mirë. Sa është qetë sigurt Kina dhe sa veçanërisht kur flasim edhe për pajisje teknologjike që shumica vinë nga andej, si që ndrojnë vetë këto kompani, cilat prodhojnë në Kinë, janë në rregull me këto ndryshime? Realisht kjo veç ka me rrit tash koston ma shumë të produkteve, sepse na e dim që shumica e pajisjeve dhe ambalazhimin, por edhe pajisjet që i marrin që nuk gjenden shembull në Amerikë, si janë disa minerale që janë të nevojshme për funksionimin e pajisjeve të teknologjive, por këto mundën me ndiku që të pas një vend, një origjinë tjetër me rrit pastaj koston e produkteve. Për shembull është raportu, nuk e di sa ka me qenë reale kjo që ka është raportu për çmimin e iPhone-it. Po, edhe unë kam dëgjuar. Që ka me shkumbi $3,000 për shembull në shtetet e Amerikës, edhe di që kanë filluar një kauzë kështu, njerëz tash kanë filluar me qitë në shitje në mënyrë që me kapa të çmime, po më duket kjo është Nokia. Është më shumë në të kontribua asoj çka përmenda në fillim, asoj narrativës që me bë Amerikën si vend ndoshta të pajetueshëm ose si vend vështirë të jetueshëm për shoqërinë mesatare dhe ata që janë ndoshta me një standard më të ulët të jetesës. Po kthehem në fillim se mendoj që në fund ditës kjo mund të më qenë këtë orkestruar prej Kinës, sepse është shumë mirë që ndron në aspektin spekulativ. Derisa Amerika për shembull e ka ChatGPT-n edhe e ka shumë të avancuar tashmë me nivelin e ri 4-shin, Kina në anën tjetër ka kriju një pashtu një inteligjencë artificiale edhe shumë mirë ka qenë si më thonë organizuar me realizimin e intervistave ose të si më thonë ato DeepSeek që një ndryshe pra që janë të manipulume, pra ka qëndrime të gazetarë ose qëndrime të politikanëve të cilat nuk janë reale, pra din me i kriju në atë mënyrë që njerëzit me i besu. Ato që e kemi pa edhe ne shpesh, të folë, Albin Kurtin, saktësisht, edhe njerëzit që nuk kanë një nivel goxhat mirë kështu me identifiku ato i marrin si të mirëqenia dhe i besojnë atyre mesazheve që i marrin. Prandaj edhe kemi një situatë atillë që njerëzit me pasë dyshime dhe me shkaktu kaos. Këto vinë të gjitha nga Kina, apo nga inteligjenca artificiale që ata. Realisht është mënyra se çysh orkestrohet prej vetë shtetit kines, sepse në fund mrapa kësaj qëndron shteti, po mendoj, janë sulme të organizuara. Në anën tjetër, për shembull, u përmend ideja që Kina gjithçka njëra i debatit që veç nisi, po mos të harrojmë se është një superfuqi. Çka sot s'mundet me bë Amerika, realisht është me pas njësi të dronëve aq shumë sa mundet me prodhu edhe vetë Kina, për shembull, ose me pas pajisje tjera teknologjike që janë edhe pjesë e zhvillimit të AI-t, për shembull. Na kemi në këtë rast, po mendoj globalisht, po ndahemi në dy pjesë, me Kinën edhe me Amerikën për si dy superfuqi në aspektin teknologjik. E kemi një Kinë që mrin me prodhu sasi shumë ndaja dhe kemi një Amerikë që mrin me prodhu sasi veç sa për nevoja. Nuk po flasim këtu për cilësi, cila i ka më të mira, po për sasi në këtë rast. Për shembull, Amerika sot i ka dronë më super të fuqishëm, që ka janë dëshmuar edhe në luftën me Ukrainën. Po në anën tjetër e kemi një Kinë që mrin me kriju sasi sa ti dëshiron, për shembull, të pakufishme ndoshta, për shkak të industrisë që ka dhe efikasitetit në prodhim. Megjithse, këtu mendoj që dëmi ka me kanë më i madhe edhe për vende tjera. A do t'jetë më i madhe për Kosovën, sepse kjo është ajo që na intereson, a do të jetë 3.000 euro iPhone-i së shpejti në vendit tonë? Në Kosovë jo, sepse këto nuk janë parapame, do thotë. Jo, asë në Amerikë s'ka me qenë. Unë veç e thash në ata që çka është raportuar. Është ka raportuar. Jo, ideja është që për teknologji, dhe më thonë, Trump e ka hes tarifën për Kinë. Dhe më thonë, pjesë teknologjike nuk kanë me pas tarif. Kjo ka ndodhë bas që të në kalkulimeve që iPhone-i ka pas me kushtu 3.000 euro, në realitet
Dhe për atë arsye Trump veç ka marrë vendim me tërheq tarifën. Kjo është lajmi i cili është... Po, na e dim edhe sot fuqinë e dezinformatave, fuqinë fakt si me thonë... Po pajtona plotësisht për pjesën e dezinformatave. Kina, Rusia janë ndër vendet të cilat dezinformatën e kanë pjesë të bomit të luftës së tyre. Po të njëjtën kohë nuk mujmë me zhbo faktin që prodhimi i iPhone-it në këtë rast është i komplet në Kinë. Edhe me një tarif aq të madhe për prodhim, atëherë del që për në me çmimi kosto do të rritet. Edhe për këto është marrë vendimi. Domethënë është vendimi cili ka dalë nga White House që për teknologji tarifa ndaj Kinës do të heqet. Është lajm i cili ka dalë prej White House. Po kudo është më ndërlidh te kjo pjesa e dezinformimit edhe ato që Kina tashmë veç ashtu e bo, që ka mri me bo deri tash Amerika me administratat e kalume është që këtë dezinformimin me e majt jashtë Amerikës edhe vendeve partnerët e Amerikës. Që kjo ka qenë suksesi i tyre më i madh nashta. A të ta bëjnë edhe tani tutje? Po problemi e kjo, për shembull, TikToku momentalisht, TikTokut ju ka zgjatë ban, cili ka pas me ju bo, ju ka zgjatë për 90 ditë të tjera. Për shkak se Trumpit i ka ndihmuar në zgjedhjet e fundit edhe për këtë arsye u marr ky vendim. Kryesisht këto dezinformata vijnë prej qasaj platforme kineze, cilën e kemi se cilin telefon sot. Është fjala për TikTok? Është fjala për TikTokun. Dhe kjo nuk ka ekzistuar deri vonë në Amerikë. Kjo është një prej arsyeve pse tash kemi aq shumë informacione edhe informacionet për brendet të mëdha të cilat prodhohen në Kinë. Çështja e TikTokut nuk është diçka që është, si më thoni, i ka prish punë Amerikës për çështjet të dezinformimit, po më shumë për shpërndarjen e dhënave. Pra ka pas dyshime se këto informata qytetare po përfundojnë ose po kontrollohen prej shtetit, edhe po ke shpërdoren realisht. Sepse dezinformatat kanë rrjedh kudo, kanë qenë Twitteri, kanë qenë Facebooki. Pra, çka ka bë në këtë rast? Sepse po folim për një shtet që po them edhe njerë, ka shumë mirë të organizuar strukturën se si vepron me fake news, pra. Kanë hapë llogarinë përmes VPN-ave që mos më identifikuas si janë prej shtetit kinez. Për shkak që kjo, si më thonë, përcakton edhe çështjen e algoritmit, se nga do të orientohet ajo përmbajtje që del. Nëse ti çasesh sot me një IP ose me dhëna prej Amerikës, potenciali që ato informata mu shpërndaj janë në për shtetin ku është lokacioni IP adresës, më i madh se sa me anën e një lokacion tjetër, për shembull. Nëse ti komunikon me një gjuhë ose me terme që ai komunitet komunikon, në për shembull në Amerikë, sigurisht që ato përmbajtje kanë më shfaq tek ata përdorues atje. Prandaj edhe Kina kështu ka vepruar në këtë rast që edhe me humb gjurmë në anën tjetër, por edhe ideja që me dëmtuar në këtë rast një shtet sigur Amerika. Veç ka fillu kjo lufta ekonomike, po bartë sepse përmendëm gjithçka €1, punën e Kinës, por jo vetëm €1. Kina prodhon edhe superprodukte. Nuk gëzojmë ta injorojmë definitivt. Ajo ka met ashtu se për me injoru. Po, ka met si pjesë e propagandës amerikane këtë. Apo edhe ne në Kosovë që kemi pas ato të Jo, është ideja që momentalisht kur po flasim, Kina e ka prodhimin në më të madh të veturave elektrike. Domethënë për çdo një veturë elektrike evropiane ose amerikane, 4 kineze prodhohen, edhe shiten. Gjithashtu të marr parasysh që Kina, vetë shteti i Kinës, i financon këto fabrika të mëdha, edhe ata mujnë me lujt me çmim çush dojnë, domethënë vetë prodhues. Edhe prodhohen vetura jashtëzakonisht luksoze, edhe shiten me çmim shumë më të lirë se konkurrentët të tyre në Amerikë dhe Evropë. Edhe kjo është problem jashtëzakonisht i madh. Po. Vjollca? Me apojt gajnë në Amerikës e Kinës, dyshysh ka kush ballë, po. Na jo këtu. Nashta, jo, realisht, ma shumë nashta me pa prej anës makroekonomike dhe qysh ndikon mandej edhe në pjesë të tjera. Pritet edhe është e logjikshme normal me pas edhe ndërprerje të zinxhirit furnizimit, rritje të çmimeve, qysh edhe vetë që jemi, se kjo, do më thonë, nuk është normal, nuk është vetëm te na mirë, po është edhe në botë, po
Çështja është se shtetet tjera marrin masa ose përcaktojnë politika që e ndalojnë deri dikon ose e majnë të kontrollume. E çështja është që me qenë domethënë në linjë me këto zhvillime dhe me me ndërmarr masa të parandaluese nëse më me quajt. Kjo është diçka e pritshme, nuk është diçka që na befason, se realisht krejt edhe frontet e luftës edhe gjithçka që është u zhvillua aktualisht në botë nuk e kanë një arsye tjetër mrapa, çka do të thuhet në fund ditës është veç çështje fuqie dhe kush mundet me dali pari. Normal që ma nuk është koha e shpatave, ase luftave nuk është ma ajo forme luftës, mirë po... A jemi në një luftë? Nëse i referohemi që... Jo, është ideja që, sepse po e themi, jo luftë shpata, jo luftat të tjera që jemi mësuar të kaluarën, por a jemi në një luftë sa i përket edhe ekonomisë, sa i përket edhe zhvillimit të teknologjisë, sa i përket dhe AI, dezinformimit, a konsiderohet edhe kjo një lloj lufte? E gjitha, do të thonë, edhe çështja e shtytjes të mos shkoj deri në një pikë ku do të thonë globalizimi është bën në qasë forme që sot edhe gjuhën angleze flasim qaq, do të thonë qaq shpesh. Kjo e tregon ndikimin që ka pas edhe strategjit jo me vite, po me dekada dhe me shekuj, që në këtë rast për shembull Amerika ka pas në gjitha shtetet. Edhe tash po që është ndryshu, për shkak se ka marrë anën një kahje tjetër. Do më thonë është çështja me shtetet e mëdha, sikur puna e Rusisë, e Kinës, e lindjes të mesme, Turqisë, do më thonë gjitha këtyne edhe që po, është një luftë ekonomike ndër tjera, është një luftë fuqie, është një luftë, do më thonë edhe çështja e shtytjes të valutave, që është për shembull edhe shtytja e dollarit për me funksionu në shumë vend, do më thonë edhe kjo është një tregues që gjithçka që e ki, do më thonë, që e ki mundësin me shty për para për me pasën kontrol. Normal që kjo është mujna me qujt një luftë moderne, prej të cilës duhemi me u mundu, do më thonë, normal, me nxjerrë matë mirën se sërë diçka që na mundemi me ndiku këto, po çka mujna me bo është me nxjerrë me u mundu në ato që e përmenda ma herët, investitor që largohen, ata gjithmonë shofin vene tjera ku munden me u stacionu. Bravo, bo Kosova me kinezë. Mirë, dëdojmë edhe kjo pas pak të flasim. Djama sepse parë që reaguat, është një luftë që po e përjetojmë, një luftë teknologjike kjo? Realisht sa më të mëdha kanë me qenë pasojat, aq më shumë kemi marrë seriozisht edhe këto që po e quajmë tash si luftë. Megjithëse unë mendoj se është më tepër një lloj matje forcash ose matje, si më thonë, një garë për dominim në globalisht, kështu për fuqi edhe për ekonomi, por në fund ditës prap kthehemi te ajo që na jemi në luftë edhe me vetveten kanjëherë, në luftë për me punu më shumë, me bë më mirë, ose me kolegë, ose në përgjithësi kështu është një farë lloj gare për çuaj që synojmë me bë më të mirën. Tash, në aspektin teknologjik, lufta ka nisë realisht, për shkak që Amerika në anën tjetër me taksa ka kriju një situatë që faktikisht e ka nxit, pak e ka provoku që me kriju edhe situata tilla. Në anën tjetër, na shohim një Kinë që nuk nalet, po mendoj në asnjë moment në prodhim edhe në avancim, por jo në cilësi sa ka vetë Amerika në këtë rast, me pajisjet që i prodhojnë në shtetin amerikan. Po tash të marr parasysh që jemi në kohën e inteligjencës artificiale, është pak brengose për një vend si na ku jemi hala larg edhe mënyrës se si e përdorim edhe sa e shtim punë sot inteligjencën artificiale. Që shku e përdorim sot inteligjencën artificiale, sa kemi njohuri, unë e di që rinia jonë është fantastike dhe këto nuk bën të harrojmë asnjëherë, por kjo nuk nënkupton që krejt ata që vinë në studion e emisionit mëngjesit me u promovu që dalim më të mirë në gara ndërkombëtare, mund të jenë edhe ata të tjerët që ndoshta nuk kemi kontakt me ta. Fatkeqësisht, po jo. Po. Vazhdoni të me folë. Realisht, inteligjenca artificiale ka marrë një hovë të madhë në Kosovë, po nuk është që e përdorin shumica për shkak që e kanat idenë që në kohë që mos
po gabojnë, mos po i çon në rrugë të jo të duhura, por disa janë edhe skeptik për sa i përket inteligjencës artificiale, në këtë rast edhe vetë ChatGPT-s, pra kanë një dozë të mosbesimit, në ndërkohë na e dim pra që është PhD për ka niveli arsimimit edhe përgjigjet që mund t'i marrim nga ajo. Po flas në këtë rast vetëm për ChatGPT, por ka edhe platforma tjera që kryjnë shërbime të japin pra shërbime të ngjashme. Megjithëse unë kam vërejt që ka filluar mu përdor sidomos zgjedhjet e fundit edhe nga vetë politikanët mas të madhe. Përveç bizneseve që disa prej tyre kanë futur në funksion në aspektin e komunikimit edhe të shitjes, pra përmes që mënyrë që shitja më realizu përmes inteligjencë artificiale, në këtë rast komunikimi e gjitha këto, në anën tjetër politikanë kanë filluar me ndohat opinionet e tyre përmes ChatGPT. Janë mësu me shkru, ma në fund. Ma në fund. Jo ato ëjat e te për ta, po ëjat e mangë, ta se zakonisht që kemi këtë problem. Redakton. Ja u redakton edhe janë të gatshëm edhe për me shkru. Për këthena të qajo që e thajgon që për potencialin që e kanë ana. Edhe mas nej po duna mu këthy të qajo që po e thëmë shumë shpesh edhe në këtë studio. Po mbjen me e thonë fatkeqësisht, na halos kemi qeveri. Jo. Dhe me thonë... Sot në 12 kupton që avë ndodhë njerë në parlament. Sot në 12, po presim mos me ndodhë apet kur gjohë që është ashtu ndodhë që një kohë jashtëzakonisht gjatë, e me tënë që to zhvillime, na hala mirëmi me këtë fshatin tonë të vogël. Feks me probleme provinciale. Me probleme provinciale, nuk e kemi as edhe një zgjidhje si qysh kemi me abo me një politikë amerikane e cila nuk është afat gjate. Do më thonë, problemi kryesor i administratës Trump është që administrata Trump qohet në ditë dhe e lip një fitore. Fitore të lip kryesisht në vende cilat janë problematike. Do më thonë, e lypi fitoren me Grenlandën, e lypi fitoren me Kanadën, do më thonë, kur pretendoj me bo shtet të 51 Kanadën, edhe shumë shpejt ka me ardhë koha ku Trump edhe administrata ti kanë me u këthy edhe njëherë asaj marrëveshjes cilën e këna e patën bo me Abdullah Hoxhin, e ku nuk besoj që ka me qenë qaj lloj marrëveshje. Nuk besoj që nuk ka me qenë trysnia 2 herë ma e madhe se në atë kohë. Dhe kur të vjen ajo kohë, na të paktën duhem me pas institucionet ku ata me pas një adresë me kanë me folë. Të shpresojmë. Që kjo problemi jonë ma i madhë për ndoket momentalisht. Mirë, Vjollca, për fund, si do ta përfundoje gjithë këtë që e bxeduam në studio përfshi këto madje edhe vetë problemet që i kemi ne si shtet në mos krijimin ende të institucioneve dhe dëshirën nuk po e shohim vullnetin, në fakt nuk po e shohim as nga pozita dhe opozita të kaluara, starë si kemi as njonën mua. është dhjetë cila është, a? Jo, vitësht ha më ndërlidhë shkurt e pjesa e ChatGPT-s kure përmendi, me ne që pak duhet me pas edhe një farë përdorime të duhur të saj, jo në kuptimin basic, për shkak se unë të pak të ndështë mendimi jemi personal nëse hymë edhe një email e gjenderojmë prej ChatGPT-s, për me dojnë me bukur, me dojnë me interesant, me ne që pak atë pjesën kreative dhe menimin kritik tonë, në atë kreativiteti në shkrim dhe në përmbajtje dhe në shprehje në e mbytë ko gjashëm. Jemi krejt dëshmitar, se krejt të përdorim her pas here, mirë, po jo diri në qatë pikë që nështë ta sot me ndodhë dëshka me qatë GPT, shka bënë ti, të më thonë, ku të metet kreativitet jatë. Qatë e rezbullon vetën, dështë. Po se për mu të paktën kjo nuk është dëshka që e kisha shty në kuptimin me përdorë 100% edhe në gjithë shka. është shumë e mirë, po jo diri në pikën që me ta humë komplet kreativitetin dhe me të botë të varën prej saj. Pjesa tjetër saj përket zhvillimeve tona dhe në vendin tona dhe lidhjes me këtë situatë globale të ndarë në dy bloqe tashma. Të regova ma herët, politika e jashtme amerikane nuk është ma orientume drejt Ballkanit, nuk është diçka që i shkëndashme e marë për të garantume. Edhe normal që në kësi situata duhet pas kujdes, edhe në situatë të tillë duhet du të thonë, sidomos aktualisht që jemi, mas pakti na u ka dash në një situatë të tillë. Për shkak se që robota që po zhvillohet, çfarë dinamika është ka shkajnë edhe na halajemi të marrë, dhe më thonë qoftë edhe me një kuvend që nuk mundet me u konstituu që duhet.
me gjona bazike, do më thonë me gjona që të realisht të shkojnë dashnë me i kalu tepër shpejt. Krejt vendet kanë diskutimet mbrëmshme dhe mos pajtime, po mendoj që politika e jashtme duhet me konë BHG pa prekshme edhe me qenë mire orkestrume dhe strukturume në qasi forme që mos me u prek prej palve, prej diskutimeve ose kundërshtimeve të palve të mbrëmshme. Mirë, faleminderit shumë që jeni bashku në këtë bisedë Vjollca, Bardhë dhe Diamant, kënaqësi shumë e madhe që pata sot në studio. Faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën. Miqdashur, tani është koha për parashikimin e motit.